Liçeni i dytë më i madh në Usima, i njohur për pamje spektakolare. Gjatë këtyre ditëve, liçeni shërben për skemë dhe aktivitete dimrore, pasi është imbuluar tërësisht me akull. Këtë bukuri e shfrytëzojnë edhe shqiptarët që jetojnë në këtë shtet. Një i ri nga Kosova, që atje është trajner futbolli e që merret edhe me biznes, na sjell një rrëfim për liçenin e akullt gjatë dimrit në Finland. Ai është Florian Berisha. Përshëndetje gjithë shqiptarëve këtu që janë në mborë botës, do më thonë këtu momente jam në Finland, temperatura -15°C, një pamje vërtet e bukur dhe mrekulli natyrore. Këtu do më thonë është liçen gjatë verës, edhe tani për momentin është ngrime, njerëz janë duke argëtuar, do më thonë duke skiatur në atë zonën atje, do më thonë gjithçka këtu verës është liçen dhe është një pamje vërtet fantastike. Finlanda është një vend shumë i mirë, dimri pak është i ftoftë, por në përgjithësi është një vend shumë me bukuri natyrore dhe me gjithçka të mrekullueshme. Hidderanta është një zonë banimi pranë Hidenvesi, me një plazh me rërë gjatë verës. Zona është një distancë e shkurtër nga shtigjet natyrore të Numellen-Harju. Zona ka aktivitete të shkëlqyera në natyrë dhe mundësi për ecje në natyrë, duke përfshirë plazhet dhe zonat e lira Hanansari, të cilat ofrojnë aktivitete si në verë ashtu edhe në dimër.